Nuk thon kohë që për të njohur një njeri, shikoj ripostet e tij në TikTok. Unë hapa profilin e Emës dhe përveç se Georgina Rodriguez ka shumë riposte të tjera që mua më ndihmuan shumë të kuptoj se çfarë i duhet asaj vajze. Unë jam mora dhuratën e Emës dhe jam shumë e sigurt që përveç se do ta pëlqej fizikisht, është diçka që do i hyjë dhe në punë në aspekte të tjera, do ta kuptoni në fund pse. Ema, shfrenoje fantazinë shoqja ime. Çfarë është një gjë që ti ke ndërruar gjithë jetën që ta kesh? Po, si fillim, unë dua të blej shumë, t'i blej familjes shumë gjëra. Për shembull, t'i blej një shtëpi të madhe. Ema, të lutem, përveç shtëpisë me dhoma misë, ato nuk ka mundësi ta blej. Të jem shumë lart. Vetë sa të lloj qefi. Po, të blej shumë, domethënë të jem aq lart sa Një garderob plot me çanta, taka. Po, të jem një princesë. Ti meriton, Ema, se ty të shkon. Për zot. Ty të shkon. Ti do t'jesh mbuluar me diamante. Si Georgina Rodriguez? Po, akoma dhe më mirë sa. Thu ti, po, sigur vëm ne po varet. Po ça të ndonjë gjë shumë madhështore që të mungon në garderobën tënde momentalisht? Mungon, tash është fjalë e madhe, më mungon. Chanel apo diçka më madhe? Tash i rejçik lart. Po, më vonë besoj se do t'i kem, më vonë, një ditë. Kështu që Kuptoj. nuk besoj se ti do mblesh këto gjëra, se këto janë gjëra shtrenjta. Nuk kam, po ndoshta mund të kem mundësi për më shumë. Semra ime ti nuk e ke iden çfarë të pret. Thua? Vërtet? Nuk e ke iden çfarë të pret, beton. Sa të mirë pas kam bënë. Sepse jo, ti thjesht nuk ke bërë mua asnjë të mirë, ti thjesht të shkon të kesh atë gjë që unë do ta marr. Të shkon, domethënë ajo gjë është destinuar për të qenë në garderobën tënde në jetën tënde. Jam kurioze vërtet çfarë mund të jetë ajo gjë që mund të më shkojë mua. Dhe të rrinë në garderobën. Rigati, për pak të fillojmë xhirimet, do ta jap para xhirimeve, okay? Okej, me zero press. Tani unë mos do t'i bëj një treasure hunt në Përvil, që ajo ta ketë pak të vështirë ta gjej dhuratën, plus se unë e di që asaj i pëlqejnë gjërat ku janë pak të mistershme, kështu që hajdeni me mua. Kam marrë këto topat e brevit të vitit të ri dhe do t'i mbush me letra që Ema t'i gjej rrugës derisa ta çojnë tek dhurata finale. Ema! Qa po bën? Okej, hajde se jemi gati për zbuluar dhuratën. O, seriozisht? Po, që prit. Ta shikosh tani dhe ta komentosh në studio pastaj, okay? Hajde. Se për pak fillojmë xhirimet. Thesari i luksit për njerëzit me shije. Okej. Sa Çfarë mund të jetë? Diçka luks? Besoj se po, përderisa ke bërë ti. Nuk ka rëndësi madhësia për të përcaktuar vlerën e tij. Oh? Kombinojmë luksin dhe naturalitetin. Luks. Happy sit? Si që meriton ti. Jo, Crystal! Qa ke bërë? Të thash. Zishe ke? A nuk e kuptove nga letrat? Mos ja fut kohë! Nuk e kuptove nga letrat? Jo, po sa nik pas ke pas! Ska gjë, ka marr pak me ulje. Seriozisht? Nuk më ta me thoj! Po ti ke mbledh lekë për të blerë mua këtë? Paka shumë. Jo. Ose është fake me? Jo, shpirt, nuk do blja diçka fake për ty, I swear, What? never. Qatë mirë të pas ka bërë ty? Pash postet e tua, edhe pash e kishe bërë post Georgina Rodriguezin, Birkin. Po mi unë i kam bërë nga Georgina, jo se... Po ti meriton. No, do shumë. Hajde. Besoj se na i rip më ke bërë. O zemër, Është çantë. po flasim për çantë. Frit, duat lexoj një herë letrat. 2 personave i ka hije dhurata, ty dhe Georgina Rodriguez. Seriozisht, nuk mund ta besoj. Je shumë Ti meriton gjithë të mirat e kësaj bote. Në të mira, në raste të tilla ta kthefsha. Kur e ke ditëlindjen në Mars? Pa, 15. Ta vetëm unë ty. Më zë për sallë. Ke dhe kartën, përpara se ta hapësh, shikoj pak kartën. A kamera afro pak? Herm, kjo është karta. Që tregon që dhurata është autentike. Ta beso. Përpara se ta hapim, kapi pa kamera? Jo, kjo është unbelievable. Mund ta hapësh. Ke përkimi! është gënjë! E ma një sekond.
ti gjithmonë ankohesh se sa probleme me zorët ke. Dhe gjithmonë kur ne abuzojmë me ushimin dhe ham fast food, ti thua unë do shkoj të blej një kivi. Dhe unë mendoj që çfarë ka më shumë rëndësi sa një njeri që kujdeset për shëndetin tënd. E vërtet. Kujdesi nuk blihet me para. Dhe kivi është ai që kujdeset për mua. Kivi, të dua. Ti e budallaqe fare. Unë thash se vërtet më ke bler në ai gjë. Nuk e di thash mos ka lënë trutë ma ke bler me vërtet. Tash do I bëj qylit me Kristi. Po kivi mo jema. Po dhe kivi shumë simbolik. Për zotin, unë do të harroj të kivin të shtëpia derisa të kalbet. Jo më do ta hash. Po sa të harruaj sepse më dhimbse ta ha, është dhurat. Ja mi haja. Ta haj? Haja se të kam bë magji. E kam knu tjerë. Po, ke shku tek qyteti Kiziana? Është sa poshtë jam? Ja, je shumë. Ti kujtove se nuk do merja hak. Ti kujtove se nuk do merja hak. Kujtove se nuk do merja hak, ha? Kujtove se do merja hak. Kujtove se do merja hak.